dalëm ke emigracioni, tani po flasim për në Shqipëri. Po në ngelëm duke sharë vetëm Shqipërinë. Po jo, unë po them në Shqipëri është ky defekt në krahasim me botën jashtë, e cila kur mbush fëmia 18 vjeç, ka dhe mbështetje natyrisht të shtetit që mund të marrë një shtëpi më vete, ose student, ose hyn në marrëdhënie pune, dhe ai si thua bëhet më i vetëdijshëm dhe ndeshet përballë problemeve të ndryshme. Tani për shqiptarët ka një gjë tjetër. Për shqiptarët që ikën emigrant natyrisht, ikën nga një botë ku gjithçka ishte brenda fshatit të vet, brenda kullës së vet, shtëpisë së vet, afër xhaxhajn, hallën, tezën, dhe ikën dhe fëmijë 14 vjeçë, 16, dhe vajtën përpara një bote që nuk dinin as gjuhën, as ku ishin institucione tjerë, ja dolën. Natyrisht dhe për ata ka patur probleme, ndoshta dhe probleme të shëndetit mendor, se në një moment nga stresi, ankthi e tëra, të gjendësh në këtë luftë të madhe. Po Shqipëria ka një defekt që në vend që ti përgatisi kaq shumë, tani i llaston më tepër. Pse? Sepse abuzohet me dashurinë e prindërve ndaj fëmijëve. Derisa, domethënë, deri në fund të jetës, domethënë dhe kur të jetë në një shpimjan, i sillin kalamaj dhe i lënë ke gjysha, ti mbaj gjysha dhe gjyshi. Po edukimi se vend do ta gjyshi. Populli ka thënë gjella me krip dhe kripa me karar. Shumë drejtë. Shumë saktë. Mirë. Do të shkojmë në mesazh Erion? Mesazhi si zgjidhet ky ngërç? Si zgjidhet ky ngërç. Si zgjidhet. Gjithë problemi që kam unë është ky që shpesh herë quhet si një problem individual çështja e shëndetit mendor. Pra shoqëria ka një smur po vuaj. Problemi është një sëmundje shoqërore kjo. Pra nuk është individuale. Që kërkon angazhim total e para një të institucioneve. Sepse poshtë pallatit tim, fëmijë të vegjël që luajnë, ulurin. Do të thënë nuk rriten në ambient të qetë. Janë hiperaktiv. Do të thënë, ky çakava se është duke lozur me këtë çpate. Do të thënë, pra është një problem më i madh se që mendojmë ne, është problem shoqëror. Dhe kur është problem shoqëror, o bie dakord shoqëria e kupton dhe reagon si shoqëri, po mos ma lë mua barrën. Se po ma lë hiperaktivi do shkoj ke psikologu. Edhe kur është 5 vjeç, 6 vjeç, mamaj dhe babaj vetë duhet ta çoj ke një psikolog. Mamaja vërtet më shumë se i bie. Secili nga ne duhet shikoj brenda vetes vet, edhe të kërkoj zgjidhje brenda vetes. Unë kërkoj zgjidhje si psikiatre. Brenda vetes vetëm zorrët kemi ne, s'kemi që çfarë do kërkojmë brenda vetes. Kemi mundësi shumë. Unë do kërkojmë brenda vetes unë edhe jashtë edhe s'po zgjidhim. Ja ti po bën shumë me këtë emision që po bën. Kemi bërë emisioni i saj që bën për këtë. Këtë gjë të bësh ti, këtë gjë të bëjnë gjithë. Në atë pozicion që kam. Unë them që një rëndësi shumë të madhe ka prindërimi. Ne duhet edukohemi të prindërojmë. Unë kur në fillim, më falë. Jo, të lutem. Kur kam filluar jetën bashkëshortore... Do thuash edhe mesazhin. Po. Kur kam filluar jetën bashkëshortore dhe në momentin që kam ngelur shtatzan, kam filluar të lexoj. Të lexoj rreth prindërimit. Dhe fillova të mësoj edhe bashkëshortin tim të prindëroj. Të filloj ta doja të qenie që është krijuar. Po. Dhe mbasi lindi vajza ime e parë, një vit e gjysmë pas lindi motra e saj, unë fillova të edukoj edhe vajzën që po pret një motër, që do ta duash, që ne bashk do ta rrisim, do ta kemi xhan. Në qoftë se kjo bërthama e vogël krijon një atmosferë të mirë familjare, kanë kaluar edhe ato vështirësitë e veta, po ne kemi qenë gjithmonë të katërt bashkë.